Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit DTV Media, mirë se vini në Info 2, emisioni i fundit për këtë javë dhe fundjava do të jetë interesante dhe me të papritura sepse ende nuk dihet nëse do ta kemi presidentin e ri apo presidenten e re, meqë partitë politike ende nuk kanë arritur të gjejnë një konsensus për ta gjetur një emër i cili do të ishte i pranueshëm për të gjitha partitë politike. Ndërkohë është duke u përfolur se mund të shkojmë në zgjedhje të reja brenda 45 dite nëse deri te mërkurë nuk e kemi presidentin apo presidenten e re. A do të na dërgoj Albin Kurti në zgjedhje, më që Kurti dhe vetëvendosje po shihen si faktorët kyç nëse do të kemi president apo jo, duke qenë se e kanë shumicën, pra vetëm vetëvendosja me partnerët e saj të koalicionit 57 deputet dhe minoritetet ju serbe. Do të flasim për këto dhe temat e tjera të aktuale me opinionistin Armen Demoku, vetëm pas pak në studio, por se por ju ftoj që t'i ndiqni lajmet kryesore të ditës. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag në seancën e sotme të deklaratave hyrëse, edhe njëherë u deklaruan të pafajshëm 5 të akuzuarit për pengim të drejtësisë. Hashim Thaqit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadli Fazliut dhe Hajredin Kuqit akuzohen për pengim të drejtësisë. Fillimi i gjykatësi Kristofer Gosnell shpalosi lëndën duke treguar se aktakuza ishte njoftuar më 29 nëntor 2024 edhe më në 16 prill 2025. Ishte konfirmuar me një shtesë të përgjegjësisë penale për Thaqin. Ndërkohë prokurorët thanë se Thaqi kishte në shënjestër disa dëshmitarë specifik, dëshmia të cilëve konsideroi si kanosje për të. Bashkim Smakaj mban përgjegjësi penale individuale për pika 12. Tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi midis së paku 9 shtatorit dhe 30 tetorit 2023. Vepër penale kundër rendit publik, pika 13. Mosbindje ndaj gjykatës midis së paku 9 shtatorit dhe 30 tetorit 2023. Vepër penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike. Isni Kilaj mban përgjegjësi penale individuale për pika 14. Tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi midis së paku 6 tetorit dhe 2 nëntorit 2023. Vepër penale kundër rendit publik, mosbindje ndaj gjykatës midis së paku 6 tetorit dhe 2 nëntorit 2023. Vepër penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike. Fadil Fazliu mban përgjegjësi penale individuale për pika 16. Tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi midis së paku 26 qershorit dhe 18 korrikut 2023. Vepër penale kundër rendit publik, mosbindje ndaj gjykatës midis së paku 26 qershorit dhe 18 korrikut 2023. Vepër penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike. Hajredin Kuqi mban përgjegjësi penale individuale për pika 18. Mosbindje ndaj gjykatës midis së paku 1 dhe 13 shtatorit 2023. Vepër penale kundër rendit publik dhe administratës publike. Është i akuzuar se në mënyrë sistematike dhe të vazhduar, ka vazhduar që të ndërhyjë me këtë dëshmi të dëshmitarë dhe ka dhunuar të gjitha urdhrat e gjykatës, të cilat kanë synuar mbrojtjen e informacionit të konfidencial të bashkëakuzuarit, kanë marrë pjesë në mënyrë të paligjshme në këto krime. Tash identifikoi se dëshmia e Mustafës ishte venditare për mbrojtjen e tij dhe Thaçi e shpjegoi se sa rëndësishme ishte që Mustafa të vendosë në presidentin, të cilin do ta ndiqnin dëshmitarët e tjerë duke thënë atë që dëshironte Thaçi. Thaçi i tha Fazliut hollësisht se si donte ai që ishte dëshmia e Mustafës. Çfarë duhet të thoshte Mustafa? Si ta thoshte? Si do të ishte seanca përgatitore e këtij dëshmitari me ZPS-n, si duhet ta
të përballonte ai, me qëllim që zoti Mustafa të kthehej në Kosovë ose si citoj hero ose citoj si njeri i turpuruar në varësi të dëshmisë që do të jepte. Dhe tha që i dha urdhër Fazliu që këto udhëzime t'ia kalonte Mustafës përpara se ai të jepte dëshmi, me qëllim që, dhe citoj, kjo gjë të bëhej në atë moment. Audiencizimi kësaj vizite tregon se Fazliu jo vetëm që ra dakord që të bënte ato gjitha thashë, por në mënyrë aktive kontribuoi se çfarë mendonte ai që duhet të thoshte në gjykatë Mustafa. Kuvendi i Kosovës edhe zyrtarisht ka hapur konkurs për 2 gjyqtar të gjykatës kushtetuese. Thirrja publike është shpërndarë në rrjetet sociale pasi javën e kaluar Komisioni i Posaçëm për shqyrtimin e kandidatëve për emrim në gjykatën kushtetuese vendos në një mbledhje të drejtuar kryeparlamentarja Albulina Haxhiu. Ajo pas mbledhjes se ata që meritojnë të jenë në këto 2 pozita të votohen nga kuvendi. 12 persona janë intervistuar lidhur me dyshimet për falsifikim të rezultateve të votimit në 2 qendra të ndryshme, në Vushtri dhe Skenderaj. Sipas policisë, rasti në qendrën e votimit në Vushtri ka të bëjë me periudhën 29 dhjetor 2025 deri më 2 janar 2026. Lidhur me këtë rast, 7 persona të dyshuar janë ftuar për intervistim nga organet e hetuesisë. Pas intervistimit me urdhër të prokurorit kompetent, ata janë liruar në procedurë të rregullt. Ndërkaq për rastin e dytë në qendrën e votimit në Skenderaj, që i referohet të njëjtës periudhë kohore, 5 persona janë ftuar për intervistim. Edhe në këtë rast, pas përfundimit të procedurave hetimore fillestare, të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt me vendim të prokurorit. Gjykata Supreme ka vërtetuar dënimin me burgim të përjetshëm ndaj Dardan Krivaçës për vrasjen e Marigona Osmanit. Me aktgjykimin e shkallës së parë, Krivaça ishte shpallur fajtor për veprën penale, vrasje e rëndë dhe ishte dënuar me burgim të përjetshëm. Aktgjykimi ishte vërtetuar edhe nga gjykata e shkallës së dytë, Kolegji Gjyqësor i Gjykatës Supreme. Ka vendosur lidhur me ankesën e paraqitur nga mbrojtja e akuzuarit D.K. për veprën penale vrasje e rëndë, thuhet në vendimin e Supremës. Një punonjës ka humbur jetën sot si një pasojë e incidentit të rëndë të ndodhur në termocentralin Kosova B, në Obiliq. Sipas njoftimit zyrtar të Korporatës Energjetike të Kosovës, ngjarja ka ndodhur më 27 shkurt 2026 dhe në të është përfshirë një mjet transportues dhe një punonjës. Si pasojë e incidentit, një punonjës mashkull kosovar 55 vjeç ka pësuar lëndime të rënda. Në vendimin e ngjarjes kanë dalë menjëherë zyrtarët e Kekut, Policia e Kosovës dhe ekipet mjekësore, të cilat kanë konstatuar se viktima ka ndëruar jetë. Kryetari i Prishtinës Parparim Rama ka bërë të ditur se është në pritje të përgjigjeve përfundimtare nga partitë politike për bashkëqeverisje në kryeqytet, ndërsa paralajmëroi se kabineti i ri pritet të prezantohet brenda ditëve në vijim. Po i kanë bot gjitha partive, të gjitha, faktikisht edhe i kanë përmend këto dhe paraprakisht i jam në pritje tash përfundimtare. Mendoj që është edhe një ndoshta prolongim për shkak të çështjeve të niveleve të tjera. Për shembull, se kemi pas një numër të madh tash të zgjedhjeve në vitin 2025. Po vazhdojmë, po them, edhe tash e kemi edhe në nivelin parlamentar, në nivelin qeverisës, të nivelit qendror, edhe zgjedhjen e presidentit, ka thënë Rama. Prishtina është bërë piknisja një projekti të rëndësishëm 4 vjeçar për barazinë gjinore në sport. Pas mbledhjes së Komisionit Gratë dhe Sportit të Komitetit Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare, që po mbahet në kryeqytet, zëvendës presidentja e këtij komisioni, Rejhan Halili, bëri të ditur se ky projekt afatgjat synon të promovojë dhe të forcojë barazinë gjinore në sport dhe në të gjitha vendet anëtare të Komitetit Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare. Prandaj sot jemi mbledh këtu dhe kemi filluar një projekt që do të zhvillohet në një afat
të gjatë 4 vjeçar, do me thonë është barazia gjinore në sport në vendet anëtare të ICMG-s. Këtu janë prezent të gjitha anëtarët e komisionit, një pjesë është online dhe të tjerat janë prezent, dhe jemi duke biseduar, duke shku në për projektin dhe pikat kryesore që do të implementohen në projekt. Shkullëndëruar, pas të blokut të lajmeve tani është koha për bisedën në studio. Mirë se vini, Zotë Demoko. Mirë se vëgjeta. Zotë Demoko, a jemi me ofër zgjedhjeve apo zgjidhjes presidentit apo presidentes re? Po tash, prej momentit kur ka përfundu procesi zgjedhori i zgjedhjeve të 28 dhjetorit, është bërë certifikimi tyre, por edhe më herët, unë nuk e kam por një gatishmëri të Zotrit Albin Kurti që të krijoj një stabilitet politik në vendin tonë, për arsye se esenca funksionimit të Zotrit Kurti dhe komplet lëvizjes vetëvendosje është bllokimi, tezgjatja ose siç themi ne zhagitja e të gjitha proceseve, dhe kjo nuk është njërisi, nuk është për të habitur. Personi i tillë është që nga 2019 gjithmonë me zvarritje në skenën politike dhe në qeverinë e tij, në sistemin e udhëheqjes. Dhe unë qysh me herë, qysh muaj janar, kam thënë që Zotri Kurti nuk është interesuar që të krijoj një stabilitet potencial institucional në Republikën e Kosovës. Pse? Për arsye se Zotri Kurti, kjo dënje e elaborim, unë e kam thënë edhe më herët dhe vazhdimisht e kam ricituar, e theksoj dhe ritheksoj, që Zotri Kurti nuk është i ngjashëm me politikan tjerë normal politik të skenës son politike në Kosovë. Ajo është për te i këtij dimensioni. Nëse ne Zotrin Kurti vazhdojmë ta shikojmë me syrin e normalizuesi politik, është një gabim shumë i madh. Mandej edhe partitë opozitare nëse vazhdojnë ta shohin Zotrin Kurti si një person politik ose si një udhëheqës politik i ngjashëm me atë konkurrencën që ata kanë mes veti, prapë është një gabim. Për arsye se ky është përtej kësaj kërkese politike ose mund të themi përtej kësaj qasje politike. Dhe në kuadër të kësaj ati zakonisht i konvenojnë bllokadat, për arsye se qëllimi i tij final nuk është avancimi institucional. Kjo duket pak e vrasht, mirë po ekziston përvoja. Dhe për çdo send, për çdo veprim të secilit politikan, të secilit njeri, të secilit individ që ka përgjegjësi, ne mund ta bëjmë provën dhe del rezultati. Zotri Kurti që nga janari, mos të flasim për shpalljen e fitores që nuk ishte as pak entuziast, por që nga janari e tutje gjithmonë ka kërkuar një blokadë, një zvarritje, duke pas parasysh që ai i ka në dorë të gjitha institucionet bazike, duke përfshirë edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me zvarritjen e rezultateve kështu me radhë. Tash është koha e presidentit në të cilën rast preje politikave ditore, jo profitabile shtetërore, por profitabile personale, kanë rënë edhe krerët e opozitës, siç është Zotri Bedri Hamza dhe Zotri Lumir Abdixhiku, të cilët më shumë sillen si ministrat e kabinetit qeveritar të Zotrit Kurti se sa që si kryetar të opozitës. Sa, që siç dashë të takoheshin? Absolutisht, në asnjë variant nuk ishin dashur të takohen. Për çka janë takuar? Cili është rezultati? A kemi kuptuar rezultatin e takimit? Asnjë rezultat i takimit të tyre nuk është dalë as për qytetarin dhe as për politikbërën dhe as për zgjedhjen e presidentit, se mbi të gjitha këtu në qendër të vëmendjes do të jetë qytetari. Pra asnjë variant, domethënë ne nuk kemi ndonjë rezultat konkret. Ajo krejt që ka dim është që edhe të qytetarët është krijuar një opinion që është në dorën e Zotrit Kurti. Zotri Kurti e din se si do të veprojë. Është një problematik këtu që, nëse mund të themi problem, sepse nuk mendoj që është problem, por Zotri Kurti krijon probleme. Për të dukur se janë probleme, për arsye se nuk është një problem. Albin Kurti pa Vjosa Osmanin nuk mund të ketë këtë rezultat çfarë ka. Domethënë ky është një fakt. Me Vjosa Osmanin e ka këtë rezultat. Po Vjosa Osmani s'ka qenë zgjedhje. Vjosa Osmani nuk ka qenë zgjedhje, por favoret që ja ka bërë zonja Osmanin nga presidenca dhe në anshmëria e saj dhe tifozllëku i saj në raport me Zotrin Kurti, me lëvizjen vetëvendosje, në sytë të qytetarit e bën që të duken një dyshe e cila janë e pandashme. Dhe këtë lloj
këtë lloj situate nuk po e kuptojnë fatkeqësisht ose nuk po dëshirojnë ta kuptojnë ose po kanë frikë partitë opozitare. Po më nej kryesisht dy partitë, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Pra, Zotri Kurti e di që po të ndahet nga zonja Vjosa Osmani, do ta ketë problem këtë rezultat. Ne kemi pa reagimet e mbështetësve të lëvizjes së vendosje, por të Vjosa Osmanit se si kanë reaguar Zotri Glauko Njupsa kur ai ka propozuar dikë nga familja Jashari. Ose ka thënë që është mirë që të jetë kandidat unifikues për president, dhe ne dim fare mirë se reagimet çfarë ishin. Nuk është këtu një mënyrë e organizuar, por ashtu funksionojnë kjo dyshe, se ne e dim në vetë në zgjedhjet e mëhershme, Zotri Kurti ka pas 26% në zgjedhjet e vitit 2019. Pastaj bashkimi me Vjosën i ka sill 50.02%, ashtu ka qenë. Pastaj edhe tash rasti kur e dim se si zonja Osmani i ka bërë favore Zotrit Kurti, nuk ka reaguar asnjëherë ndaj veprimeve qeveritare, ndaj shkeljeve të vazhdueshme në raport me mediat ose ndaj ligjeve të cilat i ka projekt ligjeve të cilat i ka rrëzuar gjykata kushtetuese, të cilat kanë qenë të miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës, pastaj mos flasim për caktimin e datës së zgjedhjeve kështu me radhë, se që të dinë që ata kanë qenë së bashku. Dhe Zotri Kurtit nuk i prish punë me këtë opozitë të lëndshme në zgjedhje. Për arsye se dihet fare mirë Lidhja Demokratike ka dalë lënduar nga procesi zgjedhor. Domethënë Zotri Lumir Abdxhiku ka arritur ta përgjysmoj deri diku entuziazmin që është pritur ndoshta që Lidhja Demokratike nga vetë njerëz të Lidhjes Demokratike të Kosovës që është pritur që ajo të ketë një ngritje, përkundrazi ka pas Rami. Pastaj Partia Demokratike e Kosovës ka dalë lënduar nga një proces zgjedhor. Ne fare mirë dim se si ke procesi zgjedhjeve, Zotrit Kurti nuk i konvenon, po më Zotrit Kurti konvenon që të shkojë në zgjedhje. Për arsye se ato kanë mungesë profesionale. Unë besoj që ose dërgon nëse është në dorën e tij. Zotri Kurti, në dorën e Zotrit Kurti është. Zotri Kurti tash ne mund të bëjmë një analizë, mund të bëjmë një lloj parashikimi nëse mund të themi, por kjo nuk është ashtu, mirë po do një analizë nëse ne e shohim këtë farlloj bllokade, të cilën gjë unë para 2 muajve e kam pritur personalisht, për shkak se e një dhe për cili kohë të gjatë Zotrin Kurti, që kur ka qenë në opozitë që në pushtet, ai nuk e ka pikë problemi që të shkojë në zgjedhje. Ai është duke i bërë 2 kalkulime. Tash se cila do të jetë e saktë, ai unë mendoj që në këtë moment, me këtë politikë bërë që është duke e bërë, e cila nuk i konvenon Kosovës, por i konvenon Zotrit Kurti, pra është më shumë personale e tij, se sa që është politike për shtetin e Kosovës, me këtë opozitë e cila është stërlodhur, ai nuk ka konkurrencë. Domethënë ai as i konsideron ta konkurrent politik, përkundrazi, domethënë e bën një farë lloj tallje me ta, takohet me ta, e dim ne fare mirë se është takuar me Zotrin Fatmir Limaj dhe se çfarë e ka psuar, si e ka psuar Zotri Limaj. Pra e ka bërë, që themi ne në zhargonin popullor, një djegje politike të tij. Se Limaj kishte kërkesa të mëdha tani, Armen, kishte kërkesë kryetarin e Kuvendit, posti numër 2 në shtet me 3 deputet. Sido që të jetë ajo ka qenë kur Zotri Kurti nuk do t'i ofronte asgjë atij. Ajo thjesht ka qenë një tendencë për t'u viktimizuar, sikurse që është duke bërë Zotri Kurti tash. Mos ta harrojmë, takimi i Zotrit Kurti me Bedri Hamzën dhe Lumir Abdxhikun është material për fushatë elektorale. Pra ky do ta kërkoj viktimizimin e radhës. Nëse shkon në zgjedhje. Se sapo mendon që po kërkon Zotri Kurti? Zotri Kurti nuk po kërkon, Zotri Kurti, po që ky është problemi. Zotri Kurti po kërkon që t'i kapte gjitha institucionet kredibile drejtësisë dhe ta merr komplet në kontroll sistemin e drejtësisë. Kërkon të krijojë një blokadë, disa gjyqtarëve tani veç ju ka lënë, domethënë s'ka dënë deri verës afate që janë gjyqtarët e gjykatës së kushtetuese, po, dhe Zotri Kurti tenton që me fiturën e radhës, që ky do ta zvarres, do ta gjejë një mënyrë, mbojeni mend që ta zvarres me fiturën e radhës. Ky është skenari i parë. Unë nuk po them që gjithsesi do të jetë, mirë, po ky është ndonjë skenar që ai ka kalkuluar mirë. Pse mendoj që ai nuk e ka kalkuluar, ai është një varësi i dejonës më shumë, se bashku tash ka i morën informacionet dhe si funksionojnë ata, unë nuk e di. Mirë po, kjo është një politikë, një strategji e tyre e cila për një person i cili vetëm pak merr vesh në politikë din. Pra, dikush që i ka dy lidhje me kry politike e kupton se çfarë po të Zotri Kurti. Dikush që nuk ka erë dhe nuk merr erë në politikë,
ai nuk e kupton, të tillë janë, domethënë, zotëri Bedri Hamza dhe zotëri Lumir Abdixhikov, të cilët tashmë edhe janë demaskuar që nuk kuptojnë nga politikbërja e opozitarizmit, ata më shumë janë varës të zotërit Kurti dhe madje nuk hezitojnë me postues në Facebook statuse që ne u takua me zotërin Kurti. Domethënë, duke i bërë favore. Sido që të jetë. A janë duke dëshiruar që t'i shmongin zgjedhjen zot Demuku për shkak se ai konvenoi. Ai konvenon opozitës. Po me këtë qasje që ata e kanë, me këtë qasje që mund të themi që janë totalisht silent politik, me këtë qasje që ata e kanë, natyrisht që atyre u intereson vetëm komoditeti, që t'i kenë ato pozitat e deputetit, pozitat e kryetarit të ruajnë, ato nuk ja merr askush, sepse ato janë zgjedhje brenda partive, ata mendojnë partijakisht. Ky është problemi i partive opozitare. Ata mendojnë partijakisht. Akoma nuk kanë treguar para qytetarëve që arrin të kapitalizojnë diçka shtetërore për qytetarin e Republikës Kosovës. Për arsye se për zotërit Kurti, qytetarin rezident e kanë braktisur zotëri Bedri Hamza dhe zotëri Lumir Abdixhikov me këto politika të lodhura, të cilat normalisht që i konvenojnë zotërit Kurti. Edhe sikur të dëshironte zotëri Kurti të bënte ndonjë kryetar më të mirë opozitor për veten e tij, se sa që është zotëri Abdixhikov dhe zotëri Hamza, nuk do të arritë besoj. Domethënë janë kryetarët më fantastik për një njeri i cili dëshiron që ta zgjat pushtetin e tij, siç është domethënë këtë rast oponenti i tyre zotëri Kurti që mendoj që në këtë rast është i pa konkurrencë. Zotëri Kurti është në pozitë. Pse ja për në zgjat mandatin kur këta s'po ja votojnë ta zëm. Jo nuk është se PDK-ja e ka deklaruar hopur që është kundër Osmanit. Në rregull është ajo. Në rregull është ajo. Janë kundër Osmanit për arsye se paktën ka mjaftuar ata të jenë pro Osmanit në këtë rast. Edhe mon shuhet komplet opozita. Natyrisht janë kundër sepse zona Osmani ka treguar një anshmëri dhe ka treguar për gjithë mandatit të saj si presidente. Por të njëjtën se ka deklaruar as analizojmë ne tash. As LDK-ja se ka deklaruar. Po nuk dihet tash për kundër apo. Zotëri Kurti nuk është interesuar ndoshta që të votohet kësaj radhe zonja Osmani. Ai ndoshta mendon që të shkojnë në zgjedhje së bashku si një dyshe, mandej ta bëjnë zgjedhjen e presidentit. Për arsye se ashtu do të jetë Kurti dhe më i fuqishëm. Kurti ka ego politike. Ai nuk kënaqet me këtë përqindje. Mandej janë edhe shumë marrëveshje, shumë procese që pritet të përfundoj Kosova këtë dëshiron vetëm të zvarres. Vetëm të zvarres, mënyrë që ta zgjat pushtetin e tij, domethënë sepse gradualisht nëse fillon me arrit një marrëveshje për asociacionin që si duket gradualisht është duke shkuar drejt një autonomie për veriun, domethënë vetë veprimet e zotit Kurti e kanë legjitimuar një gjë të tillë, por ky dëshiron që gradualisht të mos demaskohet me fillim në mënyrë që ta zgjat pushtetin, domethënë dhe kjo është një shkak i zvarritjes që ky e bën për pushtet, domethënë që ky do nxjelli. Tërkuën, domethënë ka dëshirë të shkojnë zgjedhje, të bëj filma, të na tregoj pralla, të na tregoj sa i dishum është. A kjo po domethënë kur takohet me njerëz, ai tregon edhe çish funksionon sistemi i ujit në Kosovë, çfarë gjeologji ka, më shumë duket si seizmolog se sa si politikan, pastaj shkon atje e viziton një fabrikë, shitet si inxhinier, shkon diku tjetër, domethënë tregon se çfarë kapaciteti detyrat matematike s'ka, domethënë që ja huq komplet. Domethënë ky është kryeministri që fatkeqësisht është një sprovë rënd qytetare që një person i tillë i cili nuk ka domethënë interesa shtetërore, po ka interesa vetëm individuale dhe as partijake, sepse lëvizja vetëvendose funksionon me individin, aty është zotëri Kurti dhe të tjerët janë vetëm robot. Domethënë as AI nuk funksionon e pavarur, nëse mund të themi kështu në përgjigje se sot që zotëri Kurti që e menaxhon domethënë partinë e tij. Pra domethënë të kemi të bëjmë me një lider i cili ka tendencë autoritare dhe nuk e ka qëllimin që ta stabilizojë Kosovën, nuk merr vendime të cilat janë të rëndësishme për shtetin, sepse ndonjëherë vendimet e rëndësishme për shtetin dëmtojnë elektoralisht. Të burr shtetasit kanë ndodhur, gjithmonë nëpër botë kanë ndodhur. Sepse çdo herë qytetarët e kuptojnë një vendim i cili është pragmatik. Dhe zotëri Kurti e përcjell rrjedhën e popullit. Domethënë ky e përcjell kaç shkon populli. Ky nuk bën veprime të cilat me kalimin e kohës, ndoshta pas 30 vjetë do të jenë vendime shumë të rëndësishme. Mirë, po ky e përcjell rrjedhën e popullit dhe societati i kësaj, ky nuk ka ndonjë interes që Kosovën domethënë ta
ta stabilizoj një herë e mirë dhe ta zgjidhim një marrëveshje përfundimtare me Serbinë dhe kë bën këtë zvarritje edhe për këtë arsye. Pastaj skenari tjetër. Kush do ta paguajë koston koston e shkuarjes në zgjedhje? Kush do të jetë faji? Kush do të jetë opozitës, i kurtit apo i gjitha bashkë? Sepse pe non shkurtit vitit kalum që e kalum tash një vit, jenë bajt 4 palë zgjedhje me balotazhin e zgjedhjeve lokale. Domethënë, a janë shumë? Pastaj, edhe një palë tjetër. Zotri Kurti, domethënë, faji gjithmonë do të lypë të burimi. Çka i ka dënë ti zotri? Ti i ki 51%. Çka i ka dënë? I ke posë 22% për Kosovë janë perfekt. Çka i ka dënë? Kosova është shtet pluralist. Në kodrët e bashkëpunimit ne kemi arrit partive të cilat kanë qenë rivale, kemi arrit gjërat mëdha për vendin. Zotri Kurti nuk e ka atë qëllim. Këti do më thonë lere që nuk i mjaftojnë, do më thonë 22%, po këti nuk i mjaftojnë as 51%, po këti nuk i mjaftojnë as 60%. Sepse këtë dëshiron të shkoj vetëm zvarë. Këtë nuk e ka qëllimin e ti final që të stabilizoj këtë vend. Unë nuk e di që duhet njerëzve mjë të regu, me avizatu atë farloj qasjet e ti, unë nuk e di, nuk jam do një artist me morë dhe me vizatu dhe me thjeshtu gjërë detaje. Mirë po, nëse ne e morëm dhe krasojmë provën e ti, këj person po thuaj se gati 7 vite është në pushtet. Dhe njerëz po harrojnë që ka pas kryeministra e Kosova që për 2 vjet, veç për 2 vite, ka arrit me ndryshu komplet pamjen e Kosovës. Ky lere që nuk ka arrit me bërë këtë gjë, por edhe ato dëmtimet që janë bënë për autostradë nuk kanë arrit me mbulu. Veç mjafton me po qeverisjen e tij, që kjo është rezultati i qeverisjes, me dalë me adhon Iran me makinë në për rrugët e Republikës Kosovës, edhe sheh çfarë mungeset mirëmbajtjes ka. Por ky nuk e ka qëllimin, e mora këto vetëm si shembull për me bënë një analizë me krahasu se cili është qëllimi i tij, ky nuk ngopet me kaq. Ky, siç ka thënë, ky dëshiron ta që thoj që do ta shkërmuq komplet opozitën. Ky dëshiron me të vërtetë ta bëjë atë. Madje gjuha e tij që ne nuk jemi të interesuar me shkuën e zgjedhjes, gjithmonë do të paramenduar të kundërt në asaj që ka thënë zotri Kurti, sepse këto po e përdor si mjet viktimizimi për të akuzuar liderët opozitorë, sepse kënë fushat do ta përdor kartën që ne unë takova me ta, i ofrova mundësinë, ata nuk deshëm, në rregull shkojmë zgjedhje, edhe pse ata nuk ishin të pajtimit për shembull me shkuën zgjedhje, ne shkojmë mirë po në zgjedhje, unë e kam kartën e njeriu të cili kam ofruar mundësi zgjidhje, por ju nuk keni dashur ta bëni, domethënë zgjidhjen dhe megjithatë ende s'ka ofruar, se ai nuk ka ofruar. Kjo është problemi. Emër s'ka ofruar fare, kjo është problemi. Se dim, po ti. Kjo është problemi një njeri. Si mund ta ofrojë se dikën kur ky s'ka ofruar emër? Kjo është problemi. Në fakt s'kan ofruar asnjë emër. Po kjo është problemi, sepse ai do ta përdor takimin, ai do ta përdor takimin e tyre, në cilën ata kanë biseduar. Ai do ta përdor atë takim. Mund tregojnë ju ka thonë. Pastaj zotri Beadin është kua kur ne do ta vërtetojmë. Pro dy skenar janë, ose zotri Kurti do të shkojë në zgjedhje, ose zotri Kurti prap do ta propozojë domosdoshmë natyrisht Lusa Osmani. Lusa Osmani mendoj se gjithsesi është e propozuar. Mund të jemi edhe gabim, mbase kua do të më demantojë. Ata edhe kanë mohu, sepse madje edhe shefja e grupit parlamentar ka thënë që na nuk kemi kërkuar në zgjedhjen e 28 dhjetorit vot për Lusa Osmani presidenti. Kjo është fushat elektorale. Pro, ajo, zonja Arberia Nagovci ka bërë fushat me deklaratë. Ajo është fushat. Pro, që ne po shkojmë edhe njëherë, na nuk kemi kërkuar, ne po shkojmë në zgjedhjet e radhës, shkojmë edhe me president. Domethënë, kjo është fushat, kush din me lexu pak. Kjo nuk, unë për mendimin tim, tu nuk kom migu. Teua, ka thoni, ua ka përqu si mesazh opozitës, që nëse zvotohet vjosa atëre, mund të shkojmë zgjedhje me të dhe ta... Një opozitë cila është e ludhur, e cila që 2 muaj është e fjetër, më shumë është mirë me probleme, të cilat nuk kanë pas nevojë hiç të dalin e pa, cilat nuk e kanë idenë, atyre në fakt të më orë marrë. Opozitës të më orë marrë, se si e kanë braktisur banorin qytetarin rezident, të 2 liderëve opozitarë. Ti për shembull e ki zotrin Bedri Hamza, i cili më shumë duket në bazë profilit e tij si një kryetar ideal për lidhjen demokratike të Kosovës, më shumë është profil në të paktën politik bërje, ndërsa e ki zotrin Lumir Abdigjiku, i cili më shumë është si një imitator i zotrit Kurti, një imitues i zotrit Kurti, edhe si një ministër i tij, se të paktën edhe ashtu ka qenë. Domethënë është një lloj sateliti i instaluar
brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, del domethënë në datën e zgjedhjeve dhe thotë unë do më merr me vajzat e mia, domethënë një farfur me parlament ndërheqen, pastaj diçka prej kalkulimeve të cilat i kanë ndodhur aty në kukën e tij ose diskutimeve, domethënë që i kanë bërë me disa njerëz të cilët për mendimin tim janë duke shkatruar Lidhjen Demokratike të Kosovës, del dhe thotë jo do t'ja propozoj Këshillit të Lidhjes Demokratike, pra a do të më pranojë ndërheqjen apo jo. Domethënë njerëz të cilët nuk kanë kurfar stili politik dhe nuk kanë as ambicie politike, ju thëjqin të dy partitë politike opozitare. Dhe ti me këtë qasje nuk mund të rrëzosh zotrin Kurti për arsye se nuk e bërë politika që 5 vite që me binë qytetare. Pastaj mos flasim pas rezultateve zgjedhore, ato ki njerëz brenda Partisë Demokratike të Kosovës janë të kënaqur me rezultatin. Jo ne jemi mirë, domethënë. Ne jemi mirë, ne jemi të ruajt, domethënë atë lloj bazën tonë elektorale, gjë që nuk është e vërtetë. 15%. Po, domethënë që kjo është mund të shkëlqyrohet mirë kjo. Domethënë kanë kohë të bëjë njeriu. A shihni, unë mendoj veç që një njeri mund ta ndryshoj komplet skenën politike në Kosovë. Qytetarët e Republikës së Kosovës janë duke vuajtur për një lider konkurrent të zotrit Kurti. E ai është Hashim Thaçi. Nëse zotri Thaçi del, që shpresojmë që del, edhe pse situata duket shumë politike në gjykatën speciale atje, atëherë natyrisht që do ta ndryshoj komplet skenën politike dhe komplet do të ndryshoj qasja edhe e qytetarëve në raport me besueshmërinë e institucioneve. Qytetarët e Republikës së Kosovës nuk kanë besueshmërinë e durë në institucione. Dhe në bazë të mundësisë megjithatë atje pjallon votën këta qytetarë armend. Që është problemi. Që është problemi për arsye se institucioni nuk është vetëm qeveria. Institucioni është parlamenti. Institucioni është parlamenti. Deputeti në Kosovë, në Republikën e Kosovës, nëse mund të themi, është ai busi politik. Për arsye se qeveria i raporton parlamentit, qeveria i raporton deputetëve. Pra, edhe partitë opozitare nuk kanë tregu një gatishmëri që qytetarët me ia besu atyre të drejtën për me votu. Zgjedhjet e 28 dhjetorit kanë qenë një vetvrasje politike për opozitën. Qysh që quhesh me men kry, edhe pariton me hy në zgjedhje me datën 28 dhjetor, kur dihet saktësisht interesat strategjike të zotit Kurti dhe pajton një rezultat të tillë. A janë bërë gabime më përpara? Pse s'kanë votuar më herët? Gabimet janë zinxhirore. Ata kanë mund ta votojnë edhe zotrin Konjufca. Edhe pse zotri Kurti dinte se po ta votonin zotri Kurti nuk e kishte propozuar zotrin Konjufca. Për arsye se do të ishte devalvim për vetë zotrin Kurti nëse zotri Konjufca do të ishte. Atëherë pse mos Po këta nuk dinë me bë politikë, o nderuar. Këta lidhen me politikë nuk kanë. Këta tentojnë me rujt privilegjet të cilat i kanë zhvatur nga pushtetet e mëhershme. Domethënë një shuplak për secilin deputet më të vjetër të Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë kur disa figura të reja në secilin zonë kanë marrë vota më shumë. Kjo ka qenë edhe vetë elektorati kanë dëshku njerëz të cilët kanë qenë kohë të gjatë në politikë. Për arsye se nuk këta me stilat vitit 2007 po tentojnë me mpushtë Kurtin në 2026, nëse unë mendoj që asgjë kanë opsion. Këta opsionin themelor e kanë me nxon vendin e dytë edhe në rregullim. Domethënë këta këtë opsion e kanë. Këta vetë kënaqen me ato, domethënë me pozitën e deputetit, me disa privilegje që i kanë gëzuar, që unë mendoj në cilën rast zotri Kurti mund t'i përdorë edhe shpesh edhe si shantazh ndaj tyre, për arsye se këta domethënë tentojnë mos me prish komoditetin, nuk kanë në atë politike në shekullin 21 në politikë bërje, zotri Kurti ka autostradë. Personi i cili është rivali kryesor i zotrit Kurti nuk është në Kosovë, zotri Kurti është duke shfrytzuar këtë. Personi i cili i mban në pushtet Vjosa Osman Albin Kurtin është Hashim Thaçi, pra mos prezenca e tij. Emri i tij ata i ka bërë që të ekzistojnë politikisht. Mirë po, unë mendoj që me kthimin e zotrit Thaçi do të ndryshoj komplet. Unë nuk e di që zotri Thaçi ka gatishmëri të merret me tutje me politikë, mirë po një gjë e di, që ardha e tij në Kosovë është siguri. Për arsye se qytetari rezident unë mendoj që nuk e ka votuar zotrin Kurti. Zotrin Kurti e kanë votuar pjesa dërmuese e diasporës. Kjo është domethënë janë dhëna. Njerëz që kanë hyrë me 26 dhjetor, shumica dhe kanë dalë me 29 dhjetor. Ki plot nëpër Kosovë, domethënë pjesë të diasporës që nuk kanë votuar edhe më herët.
Kanë orë që kanë orë thuvish për të votu? Për të votu, personalisht një njerëz që kanë orë komplet familjarisht vetë për të votu zotrin Kurti. Për arsye se kë nuk flet për kë nuk e ka target një qytetar rezident i cili punon dhe vepron në Kosovë. Ky çdo fjalë që e bën për një pjesë qytetarëve që kanë tendenca të thella të analfabetizmit, fatkeqësisht në vazhdimisht do ta them për arsye se nuk është ofendim, por është konstatim i një fryme që ekziston. Dhe edhe me që punën jam edhe ligjerues, unë mendoj që një herë e mirë duhet ndarë e keqja nga e mira, ose domi nga dobia. Unë mendoj që Kosovës janë duke i bërë dëm kjo pjesë e cila është target e zotrit Kurti për të shfrytzuar vetëm sa për vota, dhe këto unë e tham pa pikë me dyshje, targeti kryesor i tij është një pjesë analfabetike funksionale dhe po ashtu jo funksionale, të cilët normalisht që qorrazi besojnë ose shpresojnë që ky zotri Kurti bën ndonjë mrekulli, ndërsa harrojnë me bë kalkulime që ky që 7 vite është në pushtet, duke u zvarrit dhe rezultatet janë vetëm minus për shtetin e Republikës së Kosovës. Dikush në diasporë nuk e ndjen atë, sepse tek unë jeton në diaspora, vetëm moment. Diaspora, po, vërtet, diaspora jon është shumë e rëndësishme për Kosovën. Mirë po nuk është përfaqësues tipik i diasporës një person i cili ka dalë pas viteve 2000 dhe pas vitit 2010. Ata janë njerëz të cilët janë të shgënjur me vetveten, kanë probleme të thella personale dhe vinë edhe ngushëllohen me një fletë votimit në mënyrë që të tjerët me po duke jetuar mirë ata kështu e planifikojnë dhe zotri Kurti di këtë fort mirë. Por sidoqë të jetë, nëse zotri Kurti do të shkon në zgjedhje, unë mendoj që është në pole position në të dy rastet, por edhe nëse nuk shkon në zgjedhje, prapë zotri Kurti është mirë, është komod. Për arsye që ka 50%. E tërë këtë zvarritja e bën edhe për të tentuar qëntarmen ta kop organet e drejtësisë, siç është gjykata kushtetuese, dhe po ashtu të zvarrit, domethënë çështjen e një marrëveshje dhe implementimin e asociacionit nëpër komunat Sarajeva. Çaj në fakt ka deklaruar shumë herë që duhet të zbatohen ato. Ka deklaruar po zvarritja ekziston. Si është rolin e listës Guxo, sepse këto dy ditë e fundit ka pasur mjaft qarkullime fjalësh që edhe vet lista Guxo prej ku ka dalë Vjosa Osmani është ndarë në mbështetjen e saj për postin e presidentes, edhe për një mandat. Thuhet që Donika Gervalla është kundër që të vazhdoj Osmani edhe një mandat, sepse kanë pas një përplasje, ju e dini besoj. Cili do të jetë këtu edhe roli i saj? Apo e përdor edhe këtë? Asa a ka përçar edhe listën Guxo? Më spori, unë mendoj që lista Guxo nuk ekziston. Është një pjesë imagjinore për me tregu që është një frymë brenda LDK sa për me marrë vota. Domethënë lista Guxo nuk ekziston, është një shpikje kështu, ajo nuk ekziston as në fletë votimit. Pra ata janë njerëz vetvendosues që ka kryetar ka dy kryetar, domethënë, çatu sa për me tregu që Demek ne ekzistojnë, funksionojnë, gjë që nuk është e vërtetë, s'ka. Por sidoqë të jetë, as Donika, as zotri Peci nuk kanë ambicie të frymës rrugoviste. Ata ambicet e tyre i kanë për pushtetin. Lista Guxo ekziston për pushtet, për të rehabilituar disa njerëz dhe për të marrë disa vota. Ata funksionojnë me kukën e zotrit Kurti, që nga zotri Haxhi Abdylli, zotri Peci, zonja Donika Gervalla, kështu me radhë. Por unë mendoj që tash kuptimin e këtij procesi ose në kuptimin e procesit më hershëm zgjedhor që ka kaluar dhe në kuptimin e ardhshëm të propozimit për president, unë mendoj, qofsha i gabuar, por unë mendoj që ekziston brenda thellë një ujdi që zonja Osmani të jetë kandidate për presidente. Ky është varianti i parë. Të jetë kandidate për presidente, të mos i marrë votat, të shkohet në zgjedhje. Varianti tjetër është që të ofrohen kandidatë të ndryshëm për president nga secilat parti, të mos i marrë votat asnjë as në raundin e tretë dhe përsëri të shkohet në zgjedhje. Varianti i tretë, që unë mendoj që është më pak i mundshëm, por mund të jetë edhe i mundshëm, i realizueshëm, tash varet nga interesat e zotrit Kurti se çka kalkulon ai në kokën e tij, që të shkojmë në votim të presidentit të propozuar që do të jetë Vjosa Osmani, të marrë votat dhe të vazhdojmë matutje. Në secilin rast, unë mendoj që partitë opozitare janë të vonuara, sepse ato është dashur të kërkojnë zgjedhje qysh në janar. Në mënyrë që ta mbysin kërkesën e zotrit Kurti për manipulime dhe për manevrime politike. Ato nuk kanë pas guxime. PDK-ja dje tha që është nëse s'ka janë të gatshëm edhe për zgjedhje. Po janë të gatshëm vënë është. Nëse s'ka kandidat të dy partitë opozitare më të mëdha e kanë të hapur një proces brenda partijak, një proces zgjedhor.
Fakt, vetëm deklarum, se ndë s'ka fillua. Kjo është problemi, a i ka kalu koha. Pro, ato janë aq të pa orientuara, sa që Zotri Kurti do të tentoj ta shfrytëzoj këtë farloj mos koordinimit të tyre brenda partijake. Dhe natyrisht shfrytëzon. Unë mendoj që nëse futen në zgjedhje atu me gjuhën që kanë përdorur gjatë fushatës, që gjëja ne do t'i afrojmë me kim kujdes se elektorati domethënë ndahet e kjo gjuha sikur me qenë ndonjë simpozium shkencor atje. Domethënë kjo nuk e merr votën. Votën një person i cili ka ardhur me polarizim në shoqëri ai largohet vetëm me polarizim. Një polarizim shoqëror e largon nga pushteti një polarizues. Përndryshe nuk ka gjas për arsye se ti mund ta marrësh një like nëse fol mirë për gjithë qytetarët ose për gjithë votuesit. Mirë, por nuk mund ta marrësh votën. Ti e merr simpatin, por nuk mund ta marrësh votën. Domethënë, që është një shembull. E po, dje ish deputeti, ish ministri i PDK-s, Arsim Bajrami u vetofru si kandidat konsensual. Si e pe këtë kandidatur të ti edhe të bashkangjes me këtë ndërku në anën tjetër, familja Jashari u distancu dhe tha nuk pranojmë që t'jemi pjesë e politikës edhe të kërkojmë që të mos përfolet ma emri ju sa të vinë zgjedhjet për president. Si po e këtë dy raste? Për shembull, së pari rasti Zotrit Bajrami, unë e mendoj, nëse më pyet mu personalisht dhe secilin qytetar dhe rezident, po flas për qytetarin rezident Republikës Kosovës, që nga institucionet shtetërore, arsimore, e kështu me radhë, universitare, deri tek ato metoda, deri te mediat e kështu me radhë, Zotri Bajrami është një figurë vërtet e pranueshme politike, e ka një background politik, ka një integritet personal dhe profesional dhe natyrisht që është një kandidat i mirë për president, mirë po ai nuk mund të sigurojë votat. Në rregull, mendoj që në demokraci duhet respektuar dëshira e tij dhe natyrisht që PDK-ja do ta përkrah, sepse ai dihet burimin e ka nga Partia Demokratike, mirë po kuve të fundit ai ka qenë inaktiv në politikën ditore, ka qenë neutral ndaj shumë gjërave dhe unë mendoj që në një shtet normal demokratik me një politikë normale, politikë bërë normale, zotri Arsim Bajrami duhet të votojë. Sa i përket familjes Jashari, unë mendoj që zotri Kurti është ai që ka luajtur më së shumti me emrin e familjes Jashari, mirë po ju krejt për fajnë e Zotrit Kurti, kjo është më shumë për fajnë e Zotrit Bekim Jashari, i cili gjithmonë ka tregu tendenca të politikë bërës ose ambicie politike. Ne e dimë ai ka qenë më herët kryetari i komunës së Skënderajit dhe nëse është dikush i cili ka fajt madh pse përdoret ose lakohet emri i familjes Jashari nga politikë bërësit e Kosovës, ka politikantë ndryshëm, fajtori kryesor është Bekim Jashari. Ju zotri Murat Jashari, por është Bekim Jashari, sepse gjithmonë ose ka dalur Mizërat Bekimi e përkrahu, tha që pajtohen plotësisht me atë që ai do të më përkrahë. Ajo shumë mirë është. Unë mendoj që deklarata dhe gazetari që ka qenë i Vox Kosovës, Valoni, nëse s'ka bëj Valon Rashiti, ka bërë një intervistë e cila është shumë e mirë edhe në cilën zotri Murat Jashari ka treguar një sinqeritet dhe një integritet edhe personal edhe e ka ruajtur domethënë nderin e familjes Jashari. Tash, sa i përket kësaj, faj kryesor pse përmendet në politikë, familja Jashari është Bekim Jashari, i cili gjithmonë ose ka postu një status thëmbus pak para zgjedhjeve, ose ka dal, domethënë me disa deklarata të cilat nuk i shkojnë për katazi familjes Jashari, dhe këto ne duhet me thonë. Nuk është mirë, është e dëmshme. Familja Jashari është e të gjithëve. Nuk është familje e cila ka luftuar që dikush nga pasardhësit e tyre të kyçet në politikë. Nuk ka kurrë të keqen në politikë. Politikën mos ta marrim që një problem domethënë madhor. Përkundrazi politika është legjitime dhe është normale, përkundrazi njerëz të ndershëm do ta bëjnë politikën. Mirë po, në momentin kur ti kyçesh në politikë, nuk ka background të familjes prapa. Duhet me kuptu gjithë njerëz. Ka background të menaxhimit, ka background politikë bërjes, ka background të një qasje intelektuale, politike, kështu me radhë. Pra ti nuk do të thirrësh në familje me, por do ta krijosh një shkputje. Dhe mendoj që është herët që familja Jashari, se hala janë plagë, hala ekzistojnë plagë janë të vërejshme në Republikën e Kosovës nga lufta e fundit, mendoj që do ta ruajë statusin e vet, i cili duhet të jetë një shembull jo vetëm për Kosovën, por për gjithë shqiptarët dhe për këtë në botë. Për arsye se nuk kanë çka i duhen politikës, po ata kanë çka i duhen Kosovës.
Pro, janë një shembull për tej politikës. Dhe unë mendoj që shpesh kjo është edhe përpojnë e zotrit Jashari dhe familja, është mirë që ka dalë me një deklaratë. Edhe përmënej përpojnë e zotrit Bekim Jashari, është mirë që ka dalë me deklaratë zotrit Murat Jashari, po ashtu është mirë që edhe zotrit Bekim Jashari në këtë rast e ka përkrahë dhe ka mbështetur. Për fund, përmend me që sot ka fillu një proces tjetër në Hagë ndaj ish-presidentit tha që me që edhe po flasi me rreth çështjes e presidentit, ish-presidenti tha që përballet tani me një akuzë tjetër ku ka nisur sot gjyqi prapa atë për administrim të provave për pengim të drejtësisë bashkë me edhe 5 të tjerë, Bashkim Smokajn, Fadil Fazliun, Hayreddin Kushin edhe Isnik Ilajn. Si është ju këtë proces të ti që do të përballet, a do t'ja vështirësoj edhe procesit parë, apo mund të mos ndërlidhen fare këtu dhe të kemi në fund një shpallje të pafajshëm të edhe të thaqit për edhe gjithë tjerëve? E para punë e zotrit Thaqi me një si një lider burrshtetas, kur ju ka ngrit aktakuza e dytë, e ka thënë një gjë shumë të fortë, fuqishme. Tha unë nuk jam në garë, tha politike, dhe nuk kam mision që të merrem me politikë dhe nuk jam i kyç në garën politike në Republikën e Kosovës, në politikë bërënditore. Pra ai me këtë dëshirë të thoshte se komplet kjo është politike, pra akta akuza është politike. Sikur prokuroria të kishte fakte që zotrin Hashim Thaqi ta shpallte fajtor me komplet krerët tjera të UQK-s, ata as që ishin merr me pengim të gjëja që thunë pengim të drejtësisë të dëshmitarëve kështu me radhë. Logjika është që atje nuk ka fakte. Esenca është që ta lodhin psikologjikisht. Të bëjnë tema pse funksionon ajo gjykatë, për arsye se miliona, miliarda euro, domethënë, jepen për këtë gjykatë nga shtetet participuese aty, dhe që ta arsytojnë punën e vet. Ky është problemi. Por me që është një gjykatë politike, deri me tani të paktën me dënimin që e ka marrë zotri Pjetër Shala dhe Cali. Salim Mustafa Cali, pra ne mund të prishim gjithçka nga kjo gjykatë. Është e mirë që zotri Thaqi me të tjerët atje kanë treguar që me të vërtetë janë njerëz të cilët janë kalitur në vështirësi dhe më të mëdha se sa kjo, dhe atë janë duke mbrojtur shtetin, ekzistencën e shtetit të Republikës Kosovës, se thoja ajo gjykatë po ekziston tash për atë parë pune. Dhe unë mendoj që edhe këtu janë forse të gjitha ato akuza që i bën prokuroria, sikur që ishte forcë komplekt akta akuza e tyre dhe kërkesa e tyre 45 vjet për secilën për krime lufte. Edhe kjo është një shtesë për mundu me qetë një arsye që ndoshta me marrë një dënim. Por sido që të jetu në mendoj që verdikti, nëse funksionon drejtësia, verdikti final edhe tek rasti më hershëm do të jetë lirimi i tyre, për arsye se ne nuk kemi por fakte. Të ky rasti i dytë është vetëm një zvarritje pushtetit, sa për të arsyetuar pagat e tyre marramendse që i marrin edhe gjyqtarët dhe prokurorët, domethënë. Unë nuk mendoj që ka diçka konkrete. Pra unë herë po them, sikur të kishte fakte për krime lufte në akt akuzën e parë, prokuroria nuk ishte lodhur për akt akuzën tjetër. Pra, domethënë, kjo është problemi. Problemi është që ata janë të pastërt, siç thoshte Nasim Haradinaj, të pastër sikur fleta e bardhë, domethënë. Pra unë ashtu po përdori për citoj, sepse ai ka qenë ushtari i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe ka qenë me ta atje ku, dhe shpresojmë që të përfundojnë të gjitha siç duhet, mirë po politika nuk ka bërë sot duhet, politika kosovare nuk ka bërë sot duhet për ta. Kemi njerëz eksponent të afërt me zotrin Thaqi që kanë thënë këtë madje në media, që Kosova nuk ka bërë gjë për ta, duke marrë parasysh që kjo është politike, qeveria e Republikës Kosovës nuk ka bërë sot duhet. Tash është vënë kur përcjellet rrjedha, pra tendenca për ta përcjellur rrjedhën e pom protestën. Zotri Kurti me komplet partinë e vet tentojnë ta përcjellin rrjedhën, madje edhe vet Zoni Osmani. Unë uroj që presidenti i Republikës Kosovës, kushdo që qoftë ai, edhe Zoni Osmani secili, të mendojnë për te interesat veta personale dhe të kuptojnë që gjykata speciale është duke gjykuar Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës. Themelin e shtetit Kosovës nuk është duke gjykuar individ, sepse zotri Thaqi nuk është individ, nuk është një ushtar periferik i thjesht, por zotri Thaqi ka qenë një udhëhec politik. Ai më shumë kohëve të fundit ka bërë politikat e shtetndërtimit, kur ka qenë pjesë drejtorisë politike të Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës.
Armendo, të falenderoj shumë që ishe sonte në këtë dhe për gjithë ato që i diskutuam. Shikues nderuar, unë ju falenderoj shumë që qëndruat me ne do të shihemi sërish javën tjetër, deri atëherë bashkë, mirupafshim.